Maqedonia e Veriut në Vjeshtë do të mbajë zgjedhjet lokale. Partitë shqiptare tashmë kanë nisur me kalkulimet e emrave për kryetar komunash. Gara më e nxehtë pritet të jetë në komunat si Strug, Kërqov, Tetov, Gostivar dhe Çajir. Nga Vlem, për komunën e Strugës kam përmendur një biznesmen që me gjasa bëhet fjalë për Mendi Qyrën, por ky i fundit nuk e ka pohuar një gjë të tillë. Gjithashtu, nga kjo parti si kandidat të mundshëm shihen edhe emrat si Besnik Hasani dhe Petrit Pollozhani. Nga Fronti Evropian, përfliten emrat si Jeton Shaqiri, Dashmir Nasufi dhe Faton Pollozhani, por këtu është edhe Ziadin Sela i cili mund të kandidojë. Një garë e vështirë do të jetë edhe në Kërqov, pasi që deri më tani përmenden 3 kandidatë shqiptar, ndërsa nuk përjashtohet edhe kandidati i katërt. Tashmë zyrtarisht kandidaturën e tij e ka shpallur Shkodran Alili si kandidat i pavarur. Kandidat nga Vlem përmendet emri i Fatmir Limanit dhe Recep Eminit. Kryetari aktual Fatmir Dehari deri tani nuk është deklaruar konkretisht, por ai synon edhe mandatin e katërt. Në Gostivar, si duket gara do të jetë mes 4 kandidatëve shqiptar. Nga BDI përmendet emri i Valdet Xhaferit, ndërsa si i pavarur ka gjasa të kandidohet ekonomisti Visar Ademi. Nga Vlen ende nuk ka ndalë me ndonjë emër për këtë komunë, ndërsa ende nuk dihet nëse nga Aleanca për shqiptare do të kandidojë vetë Taravari apo Valbon Limani. Tetova si çdo herë do të jetë garë e nxehtë. Me shumë gjasa, Bilal Kasami do të jetë kandidati i Vlenit. Nga Fronti Evropian fliten emrat si Ilir Demiri, Faton Ahmeti dhe Bajram Rexhepi. Varësisht zhvillimeve politike, kandidat mund të ketë edhe ASH-ja e Taravarit. E në Çajir, tani përfliten 2 emra nga Ty Dabore. Vlen sërish pritet të garojë me kryetarin aktual Visar Ganiun, ndërsa nga BDI me gjasa kandidojnë me Bujar Osmanin. Gjithsesi, këto emra dhe të tjerë priten të zyrtarizohen ditëve në vazhdim, ndërsa edhe partitë maqedonase VMRO dhe LSDM shumë shpejt pritet të dalin me emrat e kandidatëve.